Zoti theksoi se disa kafsh janë të ndaluara, për të shpjeguar se cilat nga kafshët janë të ndaluara, Zoti urdhëron e thot: Hurrimet alejkumul mejtatu wa demu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiya wal natiha wa ma akala as-sab'u إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. U ndaluan për ju coftinat, gjaku, mishi derit, mishi kafshës që është therrur në emër tjetër e jo në emrin e Zotit, mishi kafshës së mbytur, mishi asaj që ka ngordhur nga rrahja, i asaj që ka ngordhur nga zënia me shoqet e saj, i asaj që e kanë ngrënë bishat përveç asaj që e therrni para se të ketë ngordhur. U ndalua për ju gjithçka therret mbi gurët e ngulur ku therrnin kurbane për idhujt. Gjithashtu ndalua për ju kërkimi i fatit me shigjeta. Secila prej atyre që u përmendën është një faj i madh. Sot u dëshpëruan mohuesin nga që nuk e zhdukën fen tuaj, por mos i kini frikë ata, por më kini frikë mua. Sot e plotsova fen tuaj dhe e bëra të plot mirësinë time për ju. Jam i kënaqur prej jush, që të keni si fe Islamin. Kushdo që është i shtrënguar prej urisë së madhe, pa u prirur për mëkat, mund të hajë gjërat e përmendura, sepse Zoti është falës e mëshirues. Shpjegime. U ndaluan për ju mishrat e 11 lloje kafshëve që vijojnë. 1. Coftinat, kafshët e ngordhura, kafshët që nuk janë therrur, por kanë ngordhur vetvetiu. Arabët e kohës së xehilijetit e hanin mishin e kafshës së ngordhur dhe thoshin: kur ne ham mishin e kafshës që e vrasim vet, përse të mos e ham mishin asaj kafshë që e ka vrarë Zoti? 2. Gjaku i derdhur. 3. Mishi i derrit. Këtë mish e ka ndaluar Zoti sepse dëmton shëndetin ton. 4. Mishi kafshës që është therrur në emër tjetër e jo në emrin e Zotit. 5. Mishi kafshës së mbytur nga litari, nga laku, i ka hyrë koka në ndonjë zgavër druri e të tjerë, sido që t'jetë mbytur, mishi saj është i ndaluar. 6. Mishi kafshës që ka ngordhur nga rrahja. 7. Mishi kafshës së ngordhur që është rrëzuar. 8. Mishi kafshës që ka ngordhur nga zënia me shoqet e veta. 9. Mishi kafshës që ka ngrënë bisha dhe ka ngordhur, përveç asaj që arim ta therin para se të ngordh, pra të tilla kafsh që i gjeni gjallë dhe i therrni janë halal për ju. 10. Gjithçka që therret mbi gurët e ngulur rreth haremi sherifit Qabes, kishte disa gurë të ngulur ku therrnin kurbane për idhujt. Zoti ka ndaluar edhe ngrënien e mishit të këtyre kafshëve për shkak se ato therreshin për nder të idhujve. 11. U ndalua gjithashtu për ju edhe kërkimi i fatit me shigjeta. Në kohën e xahilijetit arabët mbanin disa shigjeta në Qabe pranë idhullit Hubel. Aty ishte një nënpunës i veçantë kur ata kishin ndonjë punë me rëndësi, për shembull kur ndonjëri donte të martohej, të merrte gjakun e fisit, të udhëtonte për tregti, të luftonte e të tjerë. Shkonte tek ai nënpunësi dhe shtinte fall, duke i paguar atij 100 dirhem argjend. Falli i shtihej kështu: fusnin 3 shigjeta në një trast, njëra shigjet kishte të shkruar nga sipër më urdhëroi Zoti im, tjetra më ndaloi Zoti im dhe treta haroje. Ai që dëshironte fallin shtinte dorën në trast dhe nxirrte njërin nga shigjetat. Po t'i dilte shigjeta e parë gëzohej dhe bënte atë që kishte qëllim, po t'i dilte shigjeta e dytë nuk e bënte punën, po t'i dilte shigjeta e tretë i fuste shigjetat prapë në trast dhe e çelte fallin për herë të dytë dhe kështu vazhdonte derisa t'i dilte shigjeta e parë ose dhe e dyta. Arabët besonin se shigjeta dilte nga trasta për veprim ose për ndalimin e punës me drejtimin dhe me ndihmën e idhullit. Prandaj Zoti ynë e ndaloi këtë zakon të shëmtuar dhe fallin e ka numëruar faj të madh kur thot se cila prej atyre që u përmendën është faj i madh, ngrënia e atyre mishrave të ndaluar edhe shtirja fall me shigjeta. Sot u dëshpëruan mohuesit nga që nuk e zhdukën fen tuaj. Mohuesit deri më sot mbanin shpresë se feja islame nuk do të përhapej dhe nuk do të rrënjosej. Por sot ata e hoqën këtë shpresë dhe u dëshpëruan se u zhduk feja e tyre.
Ky ajet ka zbritur në haxhin e lamtumirës, Haxhil Wadaa, ditën e Arafatit që qelloi ditën e Xuma pas namazit të iqindis. Dhe mos i keni frikë ata, por më keni frikë mua, me që sot mohuesit u dëshpëruan që nuk e zhdukën fen tuaj. Mos i keni më frikë ata, por mos u zhysni në punë të këqija, mos veproni kundër urdhrave të mia, që edhe unë t'ju ndihmoj që t'jeni kurdoherë nga dhënjës kundër armiqve të fesë suaj. Sot e plotsova fen tuaj dhe e bëra të plot mirësinë time për ju, jam i kënaqur prej jush që t'keni si fe Islamin. Me zbritjen e sureve të deritanishme ju kam treguar hapur pikat themelore të besimit dhe të veprimit tuaj, por ju kam vënë rregulla për të nxjerrë dispozita për ato çështje që do të dalin më vonë e deri në ditën e Kiametit. Kështu unë e plotsova fen tuaj, të cilës nuk i kam mbetur asnjë emet, dhe e bëra të plot mirësinë time për ju, duke ju udhëzuar në rrugën e drejtë dhe duke ju bërë nga dhënjues mbi armiqtë tuaj. Unë jam i kënaqur prej jush që të keni si fe Islamin. Fahri Raziu thotë se plotësimi i fesë është bërë me zbërthimin e të gjitha çështjeve fetare dhe me tregimin e rregullave të zgjidhjes së atyre çështjeve që do të dalin ixtihadit deri në ditën e Kiametit. Pas zbritjes së këtij ajeti, pejgamberi alayhi selam ka jetuar 82 ditë dhe në ato ditë nuk ka ndodhur ndonjë anullim dispozite dhe nuk ka zbritur ndonjë urdhër tjetër veç atyre që patën zbritur. Kur ka zbritur ky ajet, disa shok të pejgamberit janë gëzuar për plotësimin e fesë, por Imam Ebu Bekër është hidhëruar shumë dhe e ka vajtuar. Kur e pyetën pse po vajton, ai tha ky ajet lë të kuptohet se pejgamberi do të ndrojë jetë së afërmi. Nga përgjigjja e madhit Ebu Bekër, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, merret vesh se ai i kuptonte hollësit e Kuranit më shumë se të tjerët. Në tefsirin Hazin tregohet se një jehudi një ditë i ka thënë të madhit Omer: "Ju këndoni në Kuran një ajet i cili tregon se feja juaj është plotësuar dhe janë bërë të plota mirësitë e Zotit për ju. Sikur të na kishte zbritur neve ai ajet ditën e zbritjes së tij, do ta zgjidhnim për ditë Bajrami." I madhi Omeri është përgjigjur jehudiut: "Unë e di se ku dhe kur ka zbritur ky ajet." Me këtë përgjigje ai thoshte jehudiut se ajeti ka zbritur ditën e Bajramit në kohë haxhi, ditën e Xuma, dhe kështu ajo është ditë Bajrami nga 3 pikpamje. Zoti shpjegoi gjërat e ndaluara për t'u ngrënë e tregoi edhe dëshpërimin e mohuesve dhe plotësimin e fesë islame, për të treguar edhe se lejohet ngrënia e atyre gjërave të ndaluara në gjendje ngushtice dhe vetëm aq sa për të ruajtur veten prej rrezikut të vdekjes, urdhëron e thot: "Kushdo që është i shtrënguar prej urisë së madhe pa u prirur nga ndonjë mëkat, mund të hajë gjërat e përmendura, sepse Zoti është falës e mëshirues." Kuptimi: siç u tha, mishi atyre kafshëve që u përmendën më sipër është i ndaluar, por kur jeni në ngushticë prej urisë së madhe, lejohet ngrënia e atyre mishrave të ndaluara, por të hahet vetëm aq sa të kapërcehet rreziku i vdekjes, pa u pirë për ndonjë mëkat. Në këto kushte nuk bëheni fajtor, sepse Zoti i fal ata që janë të detyruar të hanë nga të ndaluarat kur janë ngushtë.